të dashur drejtues të forumeve të Partisë Demokratike, forumit të gruas dhe forumit të rinisë, përshëndetje dhe urimet më të përzemërta në 35 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike, partisë më të jashtëzakonshme. Nderimin më të madh për guximin, kontributin, lumejt e sakrificave të qindra e mijëra demokrateve, demokratëve dhe mbështetësve tanë në këto 35 vite. Nderim dhe mirënjohje të pakufishme për veprën e pavdekshme të tribunit të lirisë, themeluesit dhe prisit të parë të Partisë Demokratike, Azem Hajdari. Azem, ti je gjallë. Nderim të veçantë dhe të madh për veprën dhe kontributin e themeluesit të shquar të Partisë Demokratike, intelektualit të mirënjohur, të pavdekshmit Gamos Pashko. Ne përullëm me ndrim të thellë para kontributit dhe veprës së pavdekshme të themeluesve dhe drejtuesve të Partisë Demokratike, Mandeles së Europës, ish kryetari i Parlamentit Pjetër Arbnori, qendrëstarit të pamposhtur dhe intelektualit të madh, drejtuesit kryesor të Partisë Demokratike dhe grupit të mazhorancës të saj në Parlament, Alis Pahia, personalitetit të shquar të Partisë Demokratike, burit të shtetit që i dha shumë nder, shtetit dhe presidencës, Bujar Nishani, ministrit briljant të Partisë Demokratike dhe drejtuesit të rinisë saj, Sokol Oldashi, udhëheqësit të talentuar të rinisë Partisë Demokratike, Gerti Bogdani, dhe dhjetra drejtuesve, deputetëve, qeveritarëve qendror dhe vendor të kësaj partie që nuk janë më. Kujtimi, vepra, trashëgimia e tyre është dhe do mbetet krenari e jona dhe demokratëve në çdo kohë. Të dashur miq, ne jemi nga ato më të paktat partitë të këtij planeti që kanë ndarë epoka dhe kanë bërë histori, që në ditën e parë të themelimit tonë. Për shembull, ne jemi një parti e cila në ditën e parë të ekzistencës sonë i dham Shqipërisë dhuratën më të çmuar të shekullit, pas pavarësisë së vendit, pluralizmin politik. Me fjalë të tjera, i dham lirinë. Ne jemi partia që u themeluam si parti në vendin e lirive dhe drejtave të njeriut të ndaluara me kushtetut. Si forca politike e vokacionit perëndimor të kombit shqiptar dhe njëherëzi forca e parë politike në Europën ish komuniste, që kërkoi që në themelimin e saj antarësimin e Shqipërisë në NATO. Ne jemi partia e interesit kombëtar të shqiptarëve që shpallën në themelimin ton çështjen kombëtare si ylli ynë polar. Kur shqiptarët, kur Shqipëria
s'ka patur një avokate më të pamposhtur të interesave të saj dhe shqiptarët një mbrojtëse të lirive të tyre sa Partinë Demokratike dhe si Partinë Demokratike. Ne jemi partia që në shtetin e para ateist të botës rikthyen besimet fetare të shqiptarëve. Ne jemi partia e cila pas më pak se një vit themelimi arritëm të shembim diktaturën e fundit komuniste, por dhe më të egër të Europës. Ne jemi një parti e cila i dha Shqipërisë ëndrrën më të bukur të rilinasve tanë, që i dha forcën shqiptarëve të kapërcenin 45 vite shtypje. Kjo ëndër u artikuluar nga studentët liberator e duam Shqipërinë si gjithë Europa, Shqipëria në Europë. Kjo ishte epoka që hapëm me themelimin e Partisë Demokratike dhe pluralizmit politik në Shqipëri. Por, është një histori 35 vite më parë, e cila më së miri tregon se çfarë partie jashtëzakonshme që jemi. Dhe sot do të ndaj me ju këtë histori, për të rikujtuar dhe njëherë vlerat dhe idealet që e kanë bërë Partinë Demokratike forcen më të suksesshme qeverisëse që ka udhëhequr ndonjëherë Shqipërinë në të gjithë historinë e saj dhe vitet e fundit opozitën më të pamposhtur që ka parë ndonjëherë Europa gjerësot. Miqtë e mi, 35 vite më parë, në ditët para pas themelimit Partisë Demokratike, shumë të ri, intelektual, na bashkoheshin çdo ditë. Midis tyre ishte edhe një djalë, rreth 26-27 vjeç, pedagog i arteve. Askush nuk mendonte në atë kohë se disa vite më vonë ai person do kthej në fatkeqësinë më të madhe të kombit shqiptar pas Enver Hoxhës në një shekull. Ky djalë ishte Edvin Kristaq Rama dhe siç e dini, ai nuk rezistoi dot më gjatë se disa orë në Partinë Demokratike dhe është kjo forca e madhe e kësaj partie demokratike, forca e madhe e kësaj partie. Demokratët kanë një instinkt të pagabueshëm për të dalluar të mirën dhe të keqen, gënjeshtën dhe të vërtetën, sepse ne bashk, ish studentët, edhjetorit, intelektualët themelues të Partisë Demokratike, brezat e ri të demokratëve dhe të gjithë mbështetësit tanë, janë burra, gratë, djemë dhe vajza, që janë bërë bashkë rreth idealeve më të larta njerëzore, rreth interesit kombëtar. Janë këto ideale dhe interesi kombëtar që bën të mundur që Partia Demokratike t'i dhurojë Shqipërisë antarësimin në Këshillin e Europës. Antarësimin në NATO, liberalizimin e vizave, projekte monumentale si rruga e kombit, gazsjellësit transadriatik, bashkimi i Elbasanit me Tiranën, ndërtimi dhe rindërtimi 11.000 kilometrave rrugë, autostrada, superstrada, ura, tunele. Shqipërinë nga humëtirë digitale, e sollëm në moshën digitale, shqiptarët për herë të parë në historinë e tyre, dole në një quantum leap nga grupi i kombeve me të ardhura ndër më të ultat në planet, dhe njerëzit në më të varfër të kësaj toke, në grupin e kombeve me të ardhura të mesme të larta
në qytetarët më të paguar të rajonit, shqiptarët nga sklever të hiperkolektivizimit dhe pronës socialiste në pronar dijitoz, zotër të pronave të tyre dhe iniciativës tyre të lirë, në vend e hiperkolektivizmit, tregun dinamik dhe vibrant. Partia Demokratike, partia e interesit kombëtar të shqiptarëve, dha kontribut dhe luajti rol të pazëvendësueshëm në pavarësinë e Kosovës. Ishin bashkë të gjithë atë ditë, kur këtu në Tiranë, miku i shquri kombit shqiptar, presidenti George Bush, shpalli për herë të parë pavarësinë e shtetit dytë shqiptar, pavarësinë e Kosovës. Të gjitha këto arritje epokale, të gjitha këto gëzime, këto marrëdhënie të jashtëzakonshme që ne kemi njëri me tjetrin, janë të gjitha fat dhe privilegj, që jo çdo kujt i jepet në jetë, por mbi të gjitha, çfarë fati për ne të jemi një parti që nuk lëshojmë kur të vërtetat, që besojmë interesin kombëtar, edhe sikur e gjithë bota tjetë kundër nesh. Dhe kjo është dëshmuar, është faktuar në këto vite që lam pas, por gjithashtu janë këto ideale që na mundësuan mbijetesën dhe mbrojtja e tyre, që na mundësuan mbijetesën gjatë atij sulmi që na u bë këto vite, nga i cili asnjë parti në Europë dhe në botë nuk do kishte mbijetuar dot. Dhe sigurisht janë këto ideale dhe interesi kombëtar që do sjellin triumfin, rrëzimin e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë dhe shpëtimin e Shqipërisë. Zonja dhe zotri, 35 vite pas themelimit të Partisë Demokratike, në disa aspekte ne gjendemi sot në një situatë shumë të ngjashme me ditët e para, por pak në mënyrë figurative. Koincidenca, në ato vite ishte Aleksandër Gjoka, që na printe, na frymëzonte, sot kemi Renis Gjokën. Renis, të përqafoj dhe të falenderoj shumë. Kur u themeluam, përballë kishim një diktaturë. Sot, përballë kemi një diktaturë tjetër. Jo një diktaturë komuniste që kishte për ideologjinë marksiste-leniniste dhe indoktrinimin, por një diktaturë të bazuar në drogën, vjedhjen dhe ideologjinë post-marksiste të ekstremit të majtë. Edi Rama, që ne përzum nga Partia Demokratike orët e para pas ardhjes së tij, sot ka themeluar narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Ai sot ka më shumë pushtet se Ramiz Alia në vitin 91. Ai qeveris në bashkëpunim me kartelet më të rrezikshme të drogës të Shqipërisë dhe Amerikës Latine. Sot pas 12 vitesh në pushtet, Shqipëria është populluar nga pothuaj gjysmë e popullatës së vet. Kombi ka psuar katastrofën demografike më të madhe në tërë ekzistencën e tij. Edi Rama ka grabitur pasuritë e shqiptarëve në sasi më të mëdha se sa që kanë grabitur në të gjithë historinë të marrës bashku të gjitha regjimet dhe pushtimet e mëparshme. Edi Rama, një lloj si Enver Hoxha dhe etrit e tij biologjik, xhelat të shqiptarëve, ka vrarë
zgjedhjet e lira, shpresën e shqiptarve, i ka zëvendësuar ato me forcë elektorale, siç faktoi dhe raporti i fundit i OSBE-Odirit. Pra, në çdo aspekt, po që ta kapësh, Shqipëria sot po vuan një diktaturë të dytë të mirëfillt, me arrestime dhe burgosje kundërshtarëve politik, kontrollin e mediave, varfrimin dhe dëbimin e shqiptarëve nga dheu i tyre. Por dhe diçka, miqtë e mi, nëse ne u themeluam për disa vlera themelore, për pluralizmin politik, për lirinë, dinjitetin njerëzor, për familjen, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe NATO, për interesin kombëtar dhe çështjen kombëtare, arsyet pse ne luftojmë sot janë akoma më themelore, sepse ne luftojmë sot për shpëtimin e demokracisë, sepse ne nuk kemi më zgjedhje. Ne luftojmë sot për shpëtimin e familjes shqiptare, sepse ligji i shkonfigurimit të gjinive është votuar nga Edi Rama. Ne luftojmë sot për shpëtimin e Shqipërisë, sepse me shkallën e shpopullimit që vazhdon, rrezikojmë zhdukjen e plot në 5 dekadat që vijnë. Demokracia, familja dhe Shqipëria janë betejat tona të jetës dhe misionit tonë. Këto të trija janë kushtimi i çdo demokrati sot. Kur në jetën tonë nuk kemi patur një mision kaq të lartë si ky, kur nuk është varur fati i Shqipërisë nga një parti, ashtu siç varet sot nga ne. Miqtë e mi, ne do fitojmë. Vitet e fundit kanë qenë ndër më të vështirat që ka kaluar forca jonë politike. Si thash dhe më parë, asnjë opozit tjetër nuk do kishte mbijetuar dot sulmeve të padrejta që na u bën. Nga këto sulme, ditëlindjet që forca jonë politike ka festuar vitet e fundit kanë qenë në kushte të vështira. Disa herë e kemi festuar 11 dhjetorin pa simbolet e partisë, një herë tjetër në kushtet që po arrestohej kryetari i saj. Por pas këtyre viteve të vështira, më duhet të them se para nesh, ky përjetor i themelimit të Partisë Demokratike është më i veçanti i 4 viteve të fundit për çdo demokrat, sepse atë që ne kemi arritur është shumë dhe nuk është pak. Le të marrim ku jemi sot dhe ku ishim vitet e fundit. Në mënyrën më kriminale na kishin grabitur simbolet e partisë. Sot flamur ynë është më sovran se kurrë. Dhe Partia Demokratike është e demokratëve. Na kishin izoluar padrejtësisht me anë të lobingjeve korruptive të mafjes ndërkombëtare. Sot lideri juaj është presidenti i organizatës më të madhe ndërkombëtare të partive të djatha dhe qendrës djathtë. Deri para një viti, asnjë mbështetje ndaj padrejtësive që na u bën. Sot 7 rezoluta ndërkombëtare që denoncojnë farsën elektorale të Edi Ramës, narkoshtetjen e tij, lidhjet e tij me Sinaloën e Meksikës dhe mbështesin pa kushte Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare. Edi Rama, George Soros dhe mafja e tij shpallën non grata Sali Berishën dhe përdorën prokurorin politike
për arrestimin e tij. Por sot, ai që mori vendimin, lavdi Zotit, është shpallur non grata në vendin e tij, si nga mashtruesit më të mëdhej të Shteteve të Bashkuara dhe të planetit. Na treguan barin, por sot, personat që treguan barin, u pensionuan para kohe dhe jetojnë për korupcion. Por më rëndësishme, miq, sot narkoshteti është duke u shkërmoqur. Mbështetja që Edi Rama gëzonte nga mafia me rrezikshme e planetit, George Soros, po bie me shpejtësi. Asnjë urim nuk ka marrë nga Shtetet e Bashkuara Edi Rama. Gjithë rilindja ka rënë. Qeshte Lubia, një vit më parë kur i thoja në parlament se do kesh fatin e lartë vjellësit, ndërsa tani nuk futet dot në parlament. Sot e them këtu para jush, Edi Rama, pas Lubis, e ke rradhën ti. Pra, të gjitha këto, miqtë e mi, këto arritje, këto kushte pozitive, ku gjende pas 35 viteve, në këtë 35 vjetor të Partisë Demokratike, janë rezultati punës, qëndrimit, qëndresës dhe sakrificave tuaja, sepse ne jemi të pamposhtur. Sepse ne nuk dorëzohemi. Nuk dorëzohemi kur për digniteti njerëzor. Nuk dorëzohemi kur për familjen dhe vlerat e saj. Nuk dorëzohemi kur për pluralizmin politik. Nuk dorëzohemi kur për interesin kombëtar dhe për Shqipërinë. Ne jemi një parti, sepse ne jemi një parti që ka fuqinë për të rikrijuar veten e saj, për të rithemeluar. Ne mësojmë nga gabimet tona dhe kemi aftësinë për të ngritur, pasi udhëzohemi. Zoti i bekov demokratët dhe demokrat, Partinë Demokratike. Miqtë e mi, të gjitha arritjet tona ishin një proces i pashmangshëm, të cilat bëjnë të mundur dhe të pashmangshëm triumfin ton, fitoren ton. Shumë kush mund dhe tjetë mërzitur, mund dhe tjetë lodhur, normale, opozite zgjatur. Por mos harroni se përballë ne kemi jo një parti kundërshtare, por një organizatë gjigande kriminale, rrezik për Shqipërinë dhe sigurinë e Europës. Përballë ne kemi një kryeministër, jo një kryeministër, por një narko-kryeministër, kumbar të hyjve Sinaloas, troplinëve, çelëve, bajrëve dhe bandave më të rrezikshme kriminale të Shqipërisë dhe Europës. Përballë ne kemi një qeveri, nuk kemi një qeveri, por një lubi qeveri që ka vjedhur shpërdoruar 90% të 67 miliardëve të 12 viteve buxhetit të shtetit shqiptar. Përballë, ne kemi një shtet, nuk kemi një shtet, por një narkoshtet, si pas përkufizimit të mirëfill të fjalës. Ndaj nuk ka qenë dhe nuk është e thjeshtë. Por, ja ku jemi sot. Ju premtuam shqiptarve se do shpëtojmë opozitën dhe mbajtëm këtë premtim. Kur ndonjëherë opozitë me sovrane Shqipëria nuk ka patur. Ju premtuam shqiptarve se do mbrojmë votën e përmbushëm këtë premtim. Tani është koha për premtimet më kryesore, shpëtimin e demokracisë, shpëtimin e familjes, shpëtimin e Shqipërisë, fitoren e Partisë Demokratike.
Dhe sot, në këto kushte, ku gjendemi, kemi çdo mundësi për të shembur narkoshtetin, që është aq i dobët sa që ishte Partia e Punës në vitin 90. Çdo betejë këtyre 4 viteve, çdo fitore që kemi arritur, ka qenë që të arrijmë këtu.